emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, kanë mbetur dhe 50 kur zoti Kurti pas ju mandatua për ta krijuar qeverinë nga ana e presidentës Kosovës, dhe 50 i kanë mbetur që të paraqes para kuvendit programin e qeverisë, rrjedhimisht dhe kabinetin e ministrave në pritje të këtyre ditëve. Nuk po shihet që zoti Kurti ka bërë pakt marrëveshje me dikë që qeveria e tij të marrë votbesimin e kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, janë disa zhvillime në nivel lokal në pritje të mbajtjes së rreth 2 votimeve me në nëntor, ato që po e mbajnë gjallë dhe aktiv gjithë debatin publik, se mos këto koalicione që lidhin dje tazëm LDK në Vushtri, Xhafer Tahiri me kandidatin e zotit Kurti, apo edhe në fushë Kosovë, kandidatja e AK-s me lëvizje vetëvendos, mos janë këto indikacionet që mund të kemi zhbllokim situata rrjedhimisht dhe formim të qeverisë. Një vot për zotin Kurti, një format koalicioni në pritje që mund të konfirmohet. Dilema ka natyrisht. Prezantoj për këtë analistin Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për përshëndetje, klasi të... Faleminderit. Po i shikuan këto ditë që kanë mbet Kasolli dhe 5 ditë që Kurti të marrë votbesimin nga kuvendi, asnjë lajm nuk është aktualisht i parë me sy tonë që ai ka votat në kuvend. Si e shihni ju këtë situatë? Mund të ketë Kosova qeveri këtë muaj apo? Gjithmonë duke gjyku nga veprimet publike, pra po tham sepse në prapaskenun ato që janë okulte, nuk jam i prirur shumë të interpretoj, po duke pa veprimet okulte, duke që Kurti nuk ka dhe interesim krijoj qeveri, sepse është e qartë që ati mungoj numrat. Ai ka qenë i bllokuar, nuk mund ta konstituonte kuvendin pa votat e fillimisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe më pastaj në rastin e nënkryetarit serb të lidhjes demokratike të Kosovës. E kanë thënë edhe eksponentë të lëvizjes vetëvendosje që nuk i kemi numra, do ditën më parë ish shefja e grupit parlamentar Mimoza Kusari ka deklaruar që realisht nuk i kemi 60 numra, madje edhe po të ringjalleshin negociatat me nismën social-demokrate, përsëri thuaj se është mision i pamundur që të sigurohen ato numra, ose nëse sigurohen do të jetë një qeveri tejet fragjile që ndoshta nuk është e shëndetshme dhe domosdoshme për pozicionin në cilët ndodhet Kosova. Në anën tjetër, eksponent tjerë të lëvizjes vetëvendosje thonë jo, i kemi numra, do të shihet ajo ditën e votimit. Kështu kanë deklaruar në vazhdimsi, do thotë, edhe për kryekuvendarin i kemi numrat, mirë po jo dështonte zgjedhja e kryekuvendarit. Ndërkohë Kurti do thotë është duke u sjellur në të njëjtën mënyrë siç është sjellur prej përfundimit të zgjedhjeve, kur i shtroheshin pyetjet se ai keni siguru numrat për kryekuvendar, fillimisht certifikimi, më pastaj ky, më pastaj ai, dhe në fund vimte. Tash kur u pyet për numrat e qeverisë, fillimisht po merret me analizën e zgjedhjeve lokale, ndërkohë duli që nuk është duke u marrë me analizën e zgjedhjeve lokale, sepse pjesën më të madhe të kohës e kaloi nëpër forumet e të majtës në Perëndim, takim me bashkëdhëtar në Britani, pra më të rëndësishme e konsideron takimin me bashkëdhëtar në Britani që ishte pardje me sa di une, sesa bashkëbisedimin me liderët. A do të kenë vullnet këta të fundit, nuk e di, mirë po që të paktën ky ta inicoj procedurën e një bashkëbisedimi me liderët e partive politike për ta filluar procesin e sigurimit të numrave për një koalicion eventual. Ajo që do thotë Kurti u kthy nga perëndimi, e bëri një lojë politike të befasishme për mua, madje unë nuk besoja derisa e pash me sytë e mi, një koalicion në nivelin lokal. Kemi parë edhe një tjetër, siç e përmendët ju, që ka ndodhur në fushë Kosovë ndërmjet Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë në Vushtri, madje kjo me prezencën e vetë liderit të lëvizjes vetëvendosje ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Këtu ajo që po e shoh është mbase Kurti ka marrë një mësim nga zgjedhjet e vitit 2021. Të gjithëve na kujtohet, do thotë ai kishte fituar në mënyrë të paprecedent zgjedhjet nacionale të vitit së bashku me Vjosa Osmanin, mirë po i kishte humbur ato lokale, duke u nisur besoj nga kalkulimi që e njëjta frymë e triumfit
absolut thujse do ta shoqëroj edhe në zgjedhjet lokale dhe mjafton prezenca e tij, ajo me automatizëm do të rikthehet në fitore edhe në nivel lokal. Mirë, po nuk doli ashtu, do të ai dështojnë në mënyrë të jashtëzakonshme në zgjedhjet lokale me disa komuna minore përjashtohet Gjilonin dhe tash siç duket po i kushton rëndësi pikërisht këtij niveli, këtij segmenti të pushtetit që të mos i injorojë, të mos i neglizhoj koalicionet në nivel lokal. Dhe ajo që bëri dje në Vushtrri ishte një mesazh i qartë, një e para zhvlerësim i liderit të lidhjes demokratike të Kosovës, do të thonë bashkëbisedoj me aktor kalon mund ta pushtoj nga brenda, bashkëbisedoj me aktor lokal dhe e dyta si përpjekje për të ndërtuar aleanca në këtë nivel ku kishte dështuar në vitin 2021. Kështu është e pashën më shumë. Do të thotë më tepër si një lloj përpjekje për ta tejkalu atë handicap dhe atë gabim që dhe atë dështim që i kishte ndodhur para 4 viteve. Kasolli, ky koalicion dje i arritur në Vushtrri me prezencën dhe bekimin figurat e vjesh, po them ashtu, të zotit Kurti, duket që është një përpjekje, siç e thatë dhe ju, e qëndrueshme, një mësim që ai mori nga zgjedhjet e vitit 2021, kur kishte menduar mbase që i njëjti rezultat do të përkthehej edhe në gjë që nuk u bë. Si e shikon këtë përpjekje të Kurtit për të shpërfillur çdo lloj komunikimi me leadershipin e partive opozitare, këtë rast të LDK-s? Po unë pra është një zhvlerësim politik i liderit të LDK-s. Se nëse ju nuk keni vullnet për një bashkëqeverisje, atëherë ajo që mund ndodhë është edhe më keq sepse unë mund ta pushtoj kalon nga brenda dhe nëse shkohet në zgjedhje nacionale me një LDK të këtill të fragmentarizuar, me një LDK me këto të lashe, ajo do të mund t'i hakmerret pikërisht lidhjes demokratike të Kosovës dhe mbase Kurti po kalkulon që nëse nuk mund ta arrijë, nuk mund ta marrë bekimin e liderëve të partive politike në nivel nacional për koalicion, për bashkëqeverisje, atëherë të paktën të krijoj fragmentarizim në këto subjekte politike që nëse shkohet në zgjedhje të parakoshme ta shfrytëzoj këtë situatë në favor të vetin. Dhe unë besoj që në këto rrethana, do të me një parti demokratike të Kosovës ne kemi parë me çfarë telashe, ne kemi parë me çfarë telashe i ka ndodhur në Drenas. Është e lënduar Partia Demokratike e Kosovës nga ajo që ka ndodhur në Drenas dhe nuk dihet çka do të ndodhë në Mitrovica, sepse ky koalicioni i LDK-s në nivel të ky koalicioni i LDK-s me lëvizjen vendosje në Vushtrri nuk është shumë e mundur që të ketë pasojë edhe në Mitrovic në një kohë kur diferenca ndërmjet kandidatit të lëvizjes vendosje dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës është shumë e vogël dhe ka gjasa që po ashtu trupi elektoral i LDK-s edhe në Mitrovic të përcaktohet për kandidatin e lidhjes demokratike, për kandidatin e lëvizjes vendosje, pasi edhe ai i njëjti rrjedh nga ajo trashëgimi. Dhe nëse Kurti kalkulon që në saj të këtyre kombinatorikave lokale mund të ketë përfitime, mund ta konsolidoj pushtetin edhe në nivel lokal, në disa komuna, do të thotë siç është Vushtria, Mitrovica, që nuk përjashtohet as Prishtina. Fitoret e Kurtit. Dëgjoj, nëse ndodhin këto, fitoret të djeshme politikisht. Absolutisht, jo, fitore jashtëzakonshme taktike. Një fitore jashtëzakonshme sepse dëgjoj, besoj keni pasur shansin ta shihni edhe reagimin e çroditur të lidhjes demokratike të Kosovës. Jo, ta lexoj. Do ta diskutojmë, po. Lidhja demokratike e Kosovës, minjëherë pasi ndodhi akti i nënshkrimit i koalicioni u deklaru. Njofton antarësinë e vet, po e lexoj komunikatën. Dhe publiku në gjerë se nuk ka autorizuar dhe nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedurat standarde të partisë. Veprimet e kandidatit tonë Vushtrri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statutare të LDK-s. LDK pret që fillimisht të analizohet performanca kandidatit dhe degës Vushtri's dhe pas tyre hapave të marrë vendimet për katës e veprimet e tjera, sikurse ky sotme janë pa ndonjë vlerë dhe në kundërshtim me praktikën demokratike të LDK-s. Si të tilla, ato do të marrin trajtim procedural sipas statutit pas përfundimit të garës lokale. LDK tani është e fokusuar në garën e saj elektorale të balotazhit dhe jo në garën e partive
të tjera. Tërthorazi kjo, cili mesazhi? Po, si e lexon këtë? Ndërsa tërthorazi, atëherë tërthorazi jashtë po e lexoj. Që fillimisht të shkojnë votat e LDK-s, të shkojnë votat e LDK-s. Mos e di se ç'po bën një kryetar dega. Unë thash edhe më është dukur e pabesueshme kur paraprakisht u merrën informatat, por ja që ndodhi realitet. Kjo komunikat, nëse e themi hapur, pa ekuivoke, pa lajle lula, thot që fillimisht votat e lidhjes demokratike të Kosovës në Vushtride, potencialisht edhe në ndonjë komunë tjetër, sepse ne nuk e dim çka do të ndodhë gjatë ditëve në Katër Leve dhe Mitrovica. Në Katër Leve dhe Mitrovica, le të shkojnë fillimisht për lëvizje vetëvendosje, le të merr pushtet lëvizja vetëvendosje, nëse arrin ta marr, pra po tham sepse kjo mbaret edhe nga shumë variabla të tjera, por që LDK-ja është e gatshme fillimisht të ndihmojë lëvizjes vetëvendosje. Kryesia qendrore dhe Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku të mos marrë përgjegjësi personale për këto kombinatorika, le të shkojnë votat fillimisht për lëvizjen vetëvendosje, le të fuqizohet në nivel lokal lëvizja vetëvendosje dhe më pastaj, pasi të kalon kjo fazë, ne do t'i trajtojmë në përputhje me statutin. Po kjo është çesharake, kjo komunikat. Kjo e quajtë, po çka periferike, kryetari i një dege të rëndësishme të këtij subjekti politik në prezencë të liderit të lëvizjes vetëvendosje në nënshkruar marrëveshje për koalicion bashkëqeverisë, për të ndihmuar ta marrë një komunë e quhen periferike. Po ato nuk janë zgjedhje për nivel nacional. Çka qenë ka e rëndësishme për LDK, vetëm Lumir Abdigjiku kur nënshkrua marrëveshje me Albin Kurtin, është një justifikim banal i paqëndrueshëm që manifeston jo seriozitetin e një partie politike dhe që tregon që praktikisht ky subjekt politik nuk ka asnjë potencial real për t'ju kundërvënë liderit të lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizjes vetëvendosje. Pas kësaj deklarate, pas kësaj komunikate e udhës do të ishte që LDK-ja ta bënte që sot koalicionin me lëvizjen vetëvendosje. Kjo deklarat, kjo komunikat e justifikon koalicionin me lëvizje, e justifikon fuqizimin lokal të lëvizjes vetëvendosje. Aty ku lëvizja vetëvendosje tradicionalisht ka qenë me dop. Se ne e dim paradoksin e lëvizjes vetëvendosje. Në nivel nacional, në nivel nacional lëvizja vetëvendosje realisht për shkak të karizmës së Albin Kurtit e ka pasur një përparësi në raport me liderët tjerë politik, gjë që është përkthyer edhe në vota, ndërkohë në nivel lokal kjo ka qenë dop sepse nuk ka pas autoritete lokale. Dhe tash çka po bën Lidhja Demokratike e Kosovës, po ndihmon lëvizjes vetëvendosje ta kompensoj këtë dobësi politike që e ka pasur. Që ta bëj koalicionin në nivel qendror për qeverinë. Po në nivel qendror, por nuk ka në momentin kur ti ja kompenson lëvizjes vetëvendosje, edhe këtë dobësi strukturore, atë që lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur vetë ta konsolidoj gjatë kësaj periudhe të gjatë të veprimit të saj politik. Në këtë moment kur Lidhja Demokratike e Kosovës ja kompenson këtë dobësi, çka i mbetet tjetër? Vetëm që ta legalizoj martesën politike dhe të mos e mashtrojnë me opinionin se jo ne këto do t'i trajtojmë në përputhje me statutin, pasi të përfundojnë gara, pasi t'i fiton votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. A veproi zot Tahiri në përputhje me pritjet çka realisht elektorati LDK-s me qenë se prirjet e atij elektorati ka një afinitet ma janë komplementare me shumë habitatin e lëvizjes vetëvendosje. Absolutisht, nuk e përjashtoj këtë aspekt pushveprimit politik. Por koalicionin në nivel qendror duket që votuesi i LDK-s nuk është që e refuzon. Si mallkemat. Si mallkem, jo në pajtonë në këtë drejtim, kjo afiniteti politik ekziston më i madh në këtë sa i përket tyre dy subjekteve politike. Mirë, po tash ajo që është e rëndësishme për ne është këto paradokset që po e shoqërojnë kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dobësia e saj në raport me atë që e ka konsideruar si qëllimi kryesor i saj politik, që këta janë të ndryshëm dhe misioni i tyre politik është që t'i japin fund politikës së vjetër dhe ta ndërtojnë një politikë të re. Ndërkohë me veprime konkrete çka bëri Lidhja Demokratike e Kosovës dje dhe që ka gjasa ta përsëritë dhe në komuna tjera nëse vazhdon ky trend, atë që e bëri dje Dragashi mund të jetë. Po Dragashi mund, atë që e bëri Lidhja Demokratike e Kosovës jo vetëm që është e interesuar ta luftojë lëvizjen vetëvendosje, por me tërë potencialin e saj është e interesuar ta fuqizojë në nivelin lokal pikërisht në segment të politikbërjes që partia fituese nacionale e zgjedhjeve ka qenë tradicionalisht e dop. Pra LDK-ja po i thotë që unë të ndihmoj aty ku ti je e dop,
dhe harmonizoj këto dy nivele të politikë bërjes, me Kurtin si lider karizmatik në nivel nacional dhe me asistencën e elektoratit të lidhjes demokratike të Kosovës në nivel lokal. Një komunë si që është Vushtria, atje pati vëmendjen kolektive të edhe të reagimet dëgjorit, reagimet e lidhjes demokratike të Kosovës, reagimet e çulta të lidhjes demokratike të Kosovës, pa qenë në gjendje të marrin një veprim. Qysh është e mundën, sikur ti kesh ndodhur lëvizjes vetëvendosje që kjo. Sikur kandidati i lëvizjes, siç po justifikohet lidhja demokratike e Kosovës, sikur një kandidat në nivel lokal i lëvizjes vetëvendosje, të kishte nënshkruar marrëveshje për bashkëqeverisje me një subjekt tjetër politik, pa miratimin e kryesisë dhe të Albin Kurtit, cili do të ishin sot lajmet, titujt e lajmeve, përjashtimi me njëhershëm nga lëvizja vetëvendosje, madje unë nuk i preferoj ato etiketime. Madje unë nuk i preferoj ato edhe ato etiketime në cilat ky subjekt politik është i prirur të i përdorur në raste të tilla, por më njëherë ai do të ishte agent i kësaj, që si kali Trojës na ka mashtruar, na ka joshur, ka depërtuar brenda subjektit ton politik, gjuhë që do të ishte plotësisht reminiscencë e një gjuhë të kaluar politike që është përdorur kur janë persekutuar kundërshtarët dhe armiqtë të brendshëm të partisë. Me këtë gjuhë sot do të përjashtohej veprimi i Tahirit edhe i të tjerëve, nëse mund të ndodhen ato veprime, këtu bëhet me mbylljen e njërit sy nga vetë udhëheqja e LDK-s. Shiko e bëj. Ajo fjalia se është shiko ndëgjoj. Për ta reduktuar përgjegjësinë vetëm në nivel të tyre, jo në nivel të që të mund është një lloj paravane për një koalicion të madh. Tash ato të ndodhen, ndëgjoj, ne i kemi edhe 5 ditë në dispozicion. Dhe nuk e di, do thot, tash nuk mund të spekulojnë se ka po qarkullojnë informata që i është bërë një ofertë shumë serioze lidhjes demokratike të Kosovës sa i përket një koalicioni në nivel qendror. Ne kemi parë, do thot, edhe disa herë Kurtin që ka qenë më interesuar për një koalicion me lidhjen demokratike të Kosovës. Në vazhdimsi partisë parë ai që i ka bërë oferta ka qenë lidhja demokratike e Kosovës, do thot, prej kur kanë përfunduar zgjedhjet, prej certifikimit të rezultatit të tyre, disa herë Albin Kurti ka bërë ofertë Lëmer Abdigjikut para konstituimit të kuvendit dhe nuk e përjashtoi, ato kanë qenë publike, nuk e përjashtoi që mbrapa s'ken të ndodhin. Tash situata është shumë e shpejtë, do thotë, nuk dia ka kohë për një koalicion të këtij për një marrëveshje të këtij. 5 ditë, kjo është pak problematike. Duke qenë se kanë përdor, si të them, kurthe politike. Kjo është taktika politike mbase e njëjta seancë mund zgjat ne bashkëbisedojmë para se të hyjmë të dytë të votimeve. Ne bashkëbisedojmë para se të hyjmë në emision. Po them se ç'është hipotetikisht, po jo, do ta shemi vetëm në nivel hipotetik, sepse ajo që ne tashmë e kemi në tavolinë është ajo që unë e mbroj dhe insistoj që Lidhja Demokratike e Kosovës me elektoratin e saj me Vushtri e filloi procesin e fuqizimit të lëvizjes vetëvendosje në nivel lokal, të kompensimit të dobësisë së saj tradicionale. Kjo është që dihet e vulosur dhe dobësia e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e liderit të saj, për të marrë masa dhe veprime radikale për ta penalizuar këtë veprim i cili sipas tij pas ka dalur jashtë vullnetit dhe jashtë direktivave. Më dëgjova disa eksponentë të LDK-s jo ishin të befasishëm, jo Kurti është i njohur për aftësinë, është i njohur për bëmat e tij për përçarje politike, absolutisht. Kurti nuk e përçon asgjë, vetëm e shfrytëzon i dobësitë juaja politike. Do të Kurti i shfrytëzon ato situata të cilat ja krijoni ju politikisht. Nuk pat përçarje këtu. Ajo bën me një vullnet. Pritet ta ngrej komën zhag. Po edhe nëse dëgjoj dhe për këtë ai kemi Mitrovic. Dëgjoj, është sfida, ne kemi bashkëbiseduar. Dëgjoj, ne kemi bashkëbiseduar disa herë që njëra prej sfidave kryesore të Albin Kurtit mbetet qyteti i Mitrovicës. Për arsye që të mos i përsërisim tash këto, i kemi analizuar e debatuar dhe për shkak të narracionit të tij simbolik, investimit të tij publik, që është si i vetmi lider në historinë pas luftës që ka dhënë kontributin më të madh në restaurimin e sovranitetit, rendit të ligjit në pjesën veriore e tjera, dhe për këtë arsye simbolikisht fitoria e Mitrovicës për Albin Kurtin ka një rëndësi të jashtëzakonshme, madje do thoya më tepër se strategjike e politike, kryesisht për shkak të këtij investimi narrative simbolik. Dhe në këtë drejtim Vushtria pak a shumë dhe Mitrovica janë një njëjti habitat kështu edhe politik e elektoral. Diferenca është shumë e ngushtë ndërmjet, sepse nuk është situata si në Prizren ku diferenca është shumë e madhe, madje me votat diasporës u po qartë që duli
para duli lideri, kandidati i lidhjes i lëvizjes vetëvendosje Faton Peci, i cili vjen po ashtu nga një jetë trashëgimi politike e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe nëse shohim çka ka ndodhur, me afër me votuesin. Nëse shohim çka ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës. Unë me një lexim telegrafik para disa dite madje edhe i postova me një status në Facebook, është një fenomen shumë i çuditshëm që ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës. Gjë që edhe ne si mediumi kemi kërkuar interpretim lidhjes demokratike të Kosovës, por të gjithë kanë qenë të heshtur dhe asnjëri nuk ka pranuar të flasë për këtë paradoks. Nëse krahasojmë rezultatet zgjedhore të vitit 2021, do thotë si për asambli komunale, ashtu dhe për kryetarët komune janë paka shumë vota që e prekin 13% në të dy këto nivele të organizimit të pushtetit lokal. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati i saj, nuk di kush ka qenë se harrova, ka pasur vota përafërsisht sa votat e subjektit politik për asambli komunale. A di çka ka ndodhur në vitin 2025 në këtë zgjedhje? Lidhja Demokratike e Kosovës i ka ruajtur votat për asambli komunale, madje ka një ngritje të lehtë në përqindje, nuk është shumë serioze, sa do kudo modeste, reflekton një trend të rritjes, ndërkohë sa i përket kandidatit për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka një humbje enorme të votave. Mungojnë deri në 2000 diçka vota. Tash, nëse nuk ka pas keqpërdorim, siç po spekulohet, këto do ta japin në fund versionin institucionet kompetente juridike, prokuroria etj. Nëse nuk ka pasur keqpërdorim, atëherë vetëm kjo ka ndodhur. Ka ndodhur edhe në rundin e parë të votimeve në qytetin e Mitrovicës, që këto vota të Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar kanë shkuar për Faton Pecin. Kjo veç ka ndodhur dhe mund të pa marrëveshje paraprake, sepse është e pasmjegueshme, është alogjike që një subjekt politik ti ketë pasur 3500 vota dikun kënë si për asambli ashtu për edhe për kryetar komune, ndërkohë në vitin 2025 ti ke 3500 vota për asambli, LDK-ja si subjekt e ka ruajtur votën si përfaqësim në nivel lokal, ndërkohë i ka humbur 2000 diçka vota për kandidatin e saj për kryetar. Kështu që në këtë drejtim, nëse nuk ka pas keqpërdorim, unë nuk jam kompetent tash të jap gjykim për këtë punë, po e presim së bashku opinionin sepse po thuhet që prokuroria është duke i kryer disa hetime. Nëse del që çdo gjë ka qenë rregull, atëherë këto vota të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë shkuar për Faton Pecin. Dhe LDK-ja ka pranuar ta zhvlerësoj kandidatin e saj politik, politikisht me qëllim që ta forcoj Faton Pecin kundër Arjan Tahirit të Partisë Demokratike. Kë ka synim strategjik kurti ke përmendur në këtë zgjedhje, Mitrovicën dhe Prishtinën. Dhe Prishtinën. Këto janë dy objektive të mëdha. Këto dy komuna si do të shtrirja horizontale e kurtit në nivel vendani. Mund të shihet si fitues. Absolutisht nëse rrit ka Gjilanin e ka Mitrovicën. Gjilanin besoj ajo është çështje formale, në balotazh do të legalizohet, nuk ka shans që është diferenca shumë e madhe. Nëse arrin Kamenica Gjilani është në balotazh në Fushë Kosovë, në Kaçanik. Ajo që e përmenda pak më herët që tashmë po tenton t'i korrigjoj gabimet e dy ministërinitës edhe në Fushë Kosovë, po në koalicion me Aleancën Paramërinë e Kosovës. Pra, lëvizja vetëvendosje ka filluar në gjitha komunat. Ka pasur thënë atë roketën ata së pari në det, po çfarë ti bëjmë gjuhës direkte të zotit Haradinaj. Po Haradinaj le ta përdora gjuhë direkte, Haradinaj le ta përdora mirë po në nivel lokal. Dëgjoj, po le ta përdor një analist mirë e pabilëm tha Aleanca duhet na jap zoti Haradinaj duhet të na jap llogaria është lëvizja vetëvendosjen apo vetëm Albin Kurti në këtë drejtim. A mundesh me bëni prerje radikale çka ka autentike jashtë Albin Kurtit në lëvizjen vetëvendosjen? Nuk ka asgjë për shembull autentike dhe autonome në lëvizjen vetëvendosje. Kam thënë disa herë që lëvizja vetëvendosje ekziston për aq kohë sa mbetet i pacenuar autoriteti politik i Albin Kurtit dhe autoriteti publik. Lëvizja vetëvendosje nuk do të ketë në atë moment më që shembet autoriteti politik i Albin Kurtit, sepse në lëvizjen vetëvendosje nuk ekzistojnë struktura të ndërmjetme politike. Këto janë iluzione që mund m'ia shit elektoratit për më justifiku edhe degët e tyre lokale nevojat për përfitime pragmatike që i kanë. Absolutisht. Dhe tash çdo investim në nivelin lokal të lëvizjes vetëvendosje është investim i drejtë për drejtë në Albin Kurtin. Asnjë subjekt politik nuk ish mund me i tegalu këto tronditje që i ka kalu lëvizja vetëvendosje dhe mu fuqizu elektoralisht. Mos harro çfarë njerëz për shembull, çfarë skizme ka pas lëvizja vetëvendosje. Neve na kujtohet LDK-ja si është sakatu fillimisht medaljen e Xhadacit dhe më pastaj medaljen e Vjosa Osmanit.
LDK-ja ka ardhur duke u përgjysmuar me këto dy dalje të mëdha politike. Ka rënë në nivel periferik politik, partia e tretë politike për shkak fillimisht e dyta me Dacën dhe e treta me Vjosa Osmani. Lëvizjes vendosi nuk i ka ndodhur këtë fenomen. Përkundrazi kur ka ndalë 12 deputet prej saj, kjo është shumë fishuar elektoralisht. Pse? Sepse ajo është e lidhur drejt për drejt. Elektorati i saj ka lidhje të drejtë për drejtë vetëm me karizmën e Albin Kurtit. Nuk ka struktura të ndërmjetme, nuk mund të krijohen autoritete dhe pushtete të brendshme në lëvizjen Ban pushtetin për vetë. Kështu që të gjithë ata që përdorin justifikimet e këtilla politike se këto jo janë në nivel lokale, janë investimi drejt për drejt i Fondi që ka aderuar në Aleancën Paramari. Pa ai din mirë çish funksionon lëvizja vetëvendosje. Kjo veç i duhet për konsum. Po kjo i duhet veç për konsum elektoral me justifiku këto që janë të pa justifikueshme. Pra do subjektet politike me këto koalicione me lëvizjen vetëvendosje, është e drejtë e tyre të mos paragjykoj që unë veç po e analizoj. Është e drejtë e tyre që le ti bëjnë këto. Po unë veç po analizoj çfarë pasoja politike po i ndihmojnë Albin Kurtit që ta plotësoj atë që vetë Albin Kurti nuk ka arritur ta plotësoj gjatë karrierës së tij politike me vite. Po i ndihmojnë Albin Kurti duke fuqizuar në nivel lokal atë që Albin Kurti nuk ka arritur ta bëjë. Po fitoi Prishtinën, Mitrovicën, Gjilanin ka afër, por rreth i dytë nuk duhet të paragjykoj si do të jetë rezultatet, dhe pse përparësit gati të pa diskutueshme janë që Gjilani nuk është fare në tavolinë me dilemen se kush duhet ta fitojë. Kandidati vetëvendosës ka përparësi të jashtëzakonshme në rrethin e dytë. Gjilani, nëse fiton Mitrovicën, Prishtinën, Mitrovicën po e lëm si test tonën që LDK-ja për aq kohë sa nuk kemi dëgjoni këto letmetet e regjistruara në TV Albria që po e lëm si test tonën për aq kohë politikisht prapë po flasim që për aq kohë sa prokuroria nuk ka dalë me një gjykim, me një vendim. Jo. Për aq kohë un kam të drejtë dhe jap vetës të drejtën të gjykoj politikisht që Lidhja Demokratike e Kosovës është vu në mandatin e parë në shërbim të kandidatit të lëvizjes vetëvendosje. Sepse nuk ka, edhe derisa vetë LDK-ja nuk jep një shpjegim, por ne kemi insistuar 2-3 herë, po e përsërisë tani është ta përmbyllë. Kemi insistuar si medium 2-3 herë që të marrim një opinion nga eksponentët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Asnjëri nuk kanë përgjigjur pozitiv. A keni bërë analizë pse u ka ndodhur kjo shkarje, kjo rrjedhje masive e votës? Jemi me pati Abdigjiku dje me jemi në pritje të opinionit të prokurorisë. Nëse prokuroria konstaton që nuk ka pasur abuzime të tilla, atëherë kjo dëshmohet që veç në lidhjen që vetëm në qytetin e Mitrovicës ka ndodhur koalicioni informal, jo i legalizuar, dhe që i ka shërbyer për mi arrit potencën politike. Është befasi për ju lajmi nëse si të tillë e lexonin mëngjes posa të zgjonin se zoti Abdigjiku lidhi koalicion me zotin Kurti për qeveri, një pakt marrëveshje për qeverisur me institucione qendrore të vendit. Nëse LDK-s i ofrohet pozicioni i kryetarit, kuvendit, kryetarit Kosovës e tjera. Abdigjiku kishte një trashëgimi të bashkëpunimit me Kurtin, nuk është që është ankuar ndonjëherë për atë periudhë të trashëgimisë politike. Po tash kjo do të ishte befasi në kuptimin e narracionit ai që ka përdorur kohën e fundit, pra po them, sepse unë pajtona që madje ai disa herë ka pranuar edhe publikisht se si e ka pritur në banesën e tij, në shtëpinë e tij private, liderin e lëvizjes vetëvendosje, bashkërisht janë dakorduar për koalicionin e parë që kishte ndodhur ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lomer Abdigjiku dhe disa segmente të caktuara në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë jam i bindur që kanë qenë shtytësit kryesorë të këtij koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Kur pastaj ai koalicioni e pom qëndrimin tërheqës të liderit të LDK-s, sikur kishte një lloj mos pajtimi që Lidhja Demokratike e Kosovës ta drejtojë qeverinë në një kohë kur kemi bashkëbiseduar ka qenë jetike për shkak të disa obligimeve dhe detyrimeve ndërkombëtare që në atë kohë binin mbi Kosovën sa i përket marrëveshjes së Washingtonit. Pra, Lomer Abdigjiku në atë kohë do të ishte në sinkron plot, sepse nganjëherë dikujt duhet ja ndëgjojmë edhe heshtin, jo vetëm kur flet, me heshtin e tij, me strukin e tij ai ishte në sinkron plot me qëndrimin kundërshtues të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, kundër qëndrimi zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta nënshkruar marrëveshjen e Washingtonit. Ne e dim çfarë fushate orkestrume populiste ka ekzistuar në Kosovë në atë kohë kundër asaj marrëveshje. Kështu që kjo nuk do të ishte një befasi shumë e madhe. Dhe në fundit ai ka bërë qartë që në mënyrë kategorike nuk e përjashton një koalicion të tillë, mirë po ka kërkuar një qeveri
gjithëpërfshirëse, tranzicionale e tjera që Kosova ti adresoj disa sfida, disa probleme politike që i ka dhe që tjetë me një mandat të kufizuar një vjeqare, ku e di unë. Mi po ka kërkuar që t'jem pjesë edhe sidomos Partia Demokratike e Kosovës, që në mënyrë kategorike se ka përjashtuar një koalicion të tillë. Ishte kërkesë, por nëse nuk ndodh, nuk ndodh. Tash ajo që unë midis opcionet që shkohet përsëri në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe opcionet që vendet më në fund të jepen institucionet. Unë nëse lëvizja vendosja arrin të kapitalizoj në Prishtinë, edhe në Mitrovicë, nëse arrin të kapitalizoj, sepse vushtria o pikë fokale ndërmjet këtyre dy qendrave shumë të mëdha, nëse arrin elektoralisht të kapitalizoj këto zgjedhje, sidomos në këto dy qendra, unë besoj që shtotash faktin e përçarjeve të subjekteve të tjera politike, sidomos të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të LDK-s, që është në një gjendje konfuzioni me këtë situatë, atëherë edhe nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, Albin Kurti do të ishte shumë komod me një skenar të këtij. Mbas edhe ai, dëgjoj, se edhe nëse shpenzon Albin Kurti afatin kushtetues, që kanë mbetur edhe 5 ditë, ne tashmë kemi qartë që nuk ka lider tjetër politik që mund t'i prij vallës për krijimin e institucioneve. Shikon çfarë gjendje janë tash subjekte tjera politike. As që mund të imagjinohet, as që mund të paramendohet që subjektet e tjera politike, i dytë, i tretë, i katërti janë në gjendje të ndërtojnë koalicion duke lënë në opozit lëvizjen vetëvendosje. Madje nëse do ta bënin këtë pas përfundimit të zgjedhjeve të balotazhit, me një rezultat të disfavorshëm të tyre elektoral, ajo do të shihen sy të opinionit si reagim nga frika vetëm për të shmangë zgjedhjet e për të ble kohë, gjë që do të jetë një armë shumë e rëndësishme tjetër elektorale politikisht i minuar e Albin Kurtit. Kështu që kjo është arsye, ne kemi ardhur në këtë gjendje, çdo gjë ka gjenealogjinë e saj, çdo gjë ka historinë e saj, ne kemi ardhur në këtë. Fitore e Kurtit e mundshme në Mitrovicë dhe Prishtinë për të do të shndrohej në shans për të kapitalizu. Edhe në nivel nacional më pasaj, edhe në nivel që të mos dëruhet që çoj vend në ai do të ishte shumë komod, ai do të ishte nëse arrin këtë sukses politik, ai do të ishte shumë komod që të shkojë në zgjedhje nacionale dhe unë jam i bindur që humbja e pashmangshme për shkak të mënyrës se si është sjellur politikisht, humbja e pashmangshme e tij elektorale. Ai do sikur të mos ndodhin këtu, rënja do të ishte e pashmangshme me këto pasoja politike, me këto suksese në nivel lokal, edhe në fushë Kosovës mos e përjashtojmë, gjasat janë shumë të mëdha. Gjasat janë jashtëzakonisht mëdha që ta shtri pushtetin edhe në fushë Kosovë, do të Prishtina, fushë Kosova, Mitrovica, do të një bastion i rëndësishëm politik me PDI-vën anë, kjo do të ishte një fitore jashtëzakonshme, ai do t'i priste me qetësi absolute zgjedhjet lokale përkundër asaj, zgjedhjet nacionale përkundër gabimeve që kanë ndodhur, përkundër vështirësive të jetës që kanë ndodhur, shtrejtimit, rrymës, sankcionimit, izolimit ndërkombëtar, telasheve me partner ndërkombëtar, thuaj se këto do të ishin margjinale përballë këtij entuziazmi elektoral që do të krijohej. Dhe rënja e domosdoshme dhe pashmangshme Albin Kurtit në saj të këtyre veprimeve do të përkthehej në një fitore të tij elektorale. Gjykata kushtetuese nuk ka njoftuar se ka marrë vendim çoh për ta parë të pranueshme kërkesën e liçës serbe mbi mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit, qoftë për ta shpallë të papranueshme. Në cilin do situatë, apo duket që dhe gjykata kushtetuese është fut në mënyrë tjetër në këtë kalendarin e afateve elektorale, si ta thëmë, është e influencuar dhe nga midisi politik. Një situatë ku gjykata kushtetuese do ta shpallte të papranueshme kërkesën e listës serbe, si do të lexohej kjo në publik? Nuk do doja më spari që ky institucion i rëndësishëm dhe kredibil që megjithatë gjatë ekzistencës së saj ka dëshmuar një lloj profesionalizmi deri më sot, nuk do doja ta shihja në këtë drejgje që t'i nështrohet agjendave ditore politike. Prap urrej që të mos ndodhë kjo. Ndërkohë dëgjova pretendimin, dëgjova edhe këtë pyetje që e bët ju që ka gjasa që ky institucion ta konsideroj të papranueshme ankesën e listës serbe. Nuk duhet të paragjykoja do të ndodhë kjo, mirë po nëse ndodhë, nëse eventualisht do thotë nuk do të ketë të lashë zgjedhja e
Rashiqit në aspektin kushtetues, nuk do të jetë problem në aspektin kushtetues, kjo do të ishte po ashtu një fitore i jashtëzakonshme politike e Albin Kurtit. E Albin Kurtit apo edhe e Kosovës? Dëgjoj, në e Kosovës nuk e di. Nuk do të më vonë do të shihet, do të uroj që të jetë edhe e Kosovës, por unë kam dilemat e mia. Nuk ka nevojë rrit të jesh jurist. Kto unë veç me një analizë logjike mund t'i qasem kësaj pune. Nuk ka kuptim rrit. Është alogjike që ti njihet e drejta dikujt e propozimit, dhe ai ta shfrytëzoj atë të drejtë dhe në fund të kaloj propozimi i partisë fituese i një partije shqiptare për pozitën e nënkryetarit dhe nuk është në pyetje këtë lista serbe. Disa herë kam potencuar dhe e di që sot nëse del kundër listës serbe, nëse tash unë e artikuloj një rafall kundër ai si heroj Facebook. Dëgjoj, nëse unë tash këtu e artikuloj një rafall kundër listës serbe, lajkat nuk do të mungonin. Është shumë lehtë të thuhet është agjende e Serbisë, Vučićit e tjera. Unë du ta përjashtoj, nuk është për mua në pyetje lista serbe. Në momentin kur një subjekti i njihet e drejta e propozimit, dhe ai subjekt nuk ka abuzuar me atë drejtë e propozimit. I ka propozuar të gjithë kandidatët që i ka pasur në dispozicion. Dhe në fund të kaloj propozimi për pozitën e nënkryetarit të kuvendit, për minoritetin serb, të kaloj propozimi nga një parti shqiptare. Logjikisht kjo nuk më duket në rregull. Si do ta arsyetoje, si do ta justifikoj gjykata kushtetuese, neve na mbetet të presim e ta shohim. Mirë po, kjo është ABC-ja normale, demokratike. Çfarë kuptimi ka unë ty me ta njoh drejtën e propozimit që në fund kalon propozimi? Pra shkosa ti e shfrytëzon propozimin, e shfrytëzon atë drejtë. Çfarë kuptimi ka? Në fund rriti i njihet e drejta e propozimit dhe unë e sabotoj vazhdimisht shfrytëzimin e drejtës tonë dhe në fund jo duhet kaloj propozimi im. Dhe deklaruat, ja. Aludoj se cili mund të jetë përfundimi juridik i situatës, vetëm mund të na krijoj vonesa një vendim i tillë, që mund ta marrë gjykata kushtetuese i dërgoj mesazh. Dëgjoj, kjo është prova më e rëndësishme juridike. Vetëm mund na krijoj vonesa, po shpëtimin mirë s'ka asgjë atje. Dëgjoj, kjo është prova më e rëndësishme. Kjo është retorika. Është prova më e rëndësishme juridike, unë besoj që me cilën e kushtetuese me cilën do të përballet Kosova. Mbase mund të ndodhë kështu, mirë po ne edhe më ndoket në emisionin e fundit, dy logjika i kemi interpretuar këtu aftën. A është që kjo e drejtë e propozimit të partisë fituese të serbëve duhet edhe të materializohet me bekimin e partive tjera, për shkak sepse ajo është pozitë e cila i përfaqëson vullnetin politik të atij komuniteti. Apo ajo është vetëm një formulim mbyllën syt para kushtetutës kasore. Ajo është vetëm një formulim e muajit të tërë, nuk bëjnë institucionet duke. Ajo është vetëm një formulim formal, dhe në fund vendos vullneti i shumicës tjetër për atë pozitë. Kjo është sprova më e madhe juridike dhe kushtetuese që e ka vendi. Atëherë është të duket se brengosën për këtë sprovë. Nuk e di Rita brengosën, ne po leksionet që po japin. Dëgjoj, unë për rregullat, ligjet, ranin konstitucional. Po për mua do të ishte më e papranueshme nëse gjykata kushtetuese do thotë nuk e trajton me seriozitetin ma duhur këtë temë. Unë prap nuk po duhet paragjykoj dhe do ta pres justifikimin dhe arsyetimin se me çfarë argumenti juridike ata do ta nxjerrin atë gjykimin e tyre. Kjo do të jetë temë e interpretimeve profesionale, juridike e tjera. Mirë po, siç kam thënë i qëndroj këtij krahasimi ndoshta jo edhe shumë të sofistikuar, por vetëm për ta qartësuar situatën. Siç kam thënë, nëse Nenad Rashiqi duhet të jetë nënkryetar i kuvendit të Kosovës, vetëm pse është serb, sepse Nenad Rashiqi nuk e përfaqëson vullnetin politik të serbëve të Kosovës. Vullnetin politik të serbëve të Kosovës e përfaqëson lista serbe. Si ka fituar lista serbe votat? Tash kjo është një temë tjetër. E cila është dashur të adresohet në certifikimin e rezultateve, para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Është dashur të adresohet në instanca juridike. Në momentin kur është mbyll ky proces, është konsideruar demokratik. Gjithë kanë konsideruar demokratik, gjitha partitë politike e kanë pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Në momentin kur të gjitha subjektet politike janë pajtuar që ky rezultat është i pranueshëm për to,
E ka marrë vullin e institucioneve kryesore të KQZ-së të president. Mbi këtë rezultat të zgjedhjeve presidentja e ka ftu seancën konstituive. Ajo nuk ka manifestuar, ajo nuk ka manifestuar, unë nuk kom lexu, nuk ka manifestuar, tjetër është retorika ditore në për media në Po kjo televizion. retorik po shndodhet në vendim të institucioneve. Ajo nuk ka manifestuar, nuk ka adresuar para instancave kompetente në Kosovë asnjë shqetësim për abuzimet që kanë ndodhur me vullnetin politik të serbëve të Kosovës. Ky proces është konsideruar i drejtë, është përmbyll mbi këtë bazë të këtij vullneti politik është konstituuar kuvendi dhe për aq kohë sa kjo çështje është konsideruar e mbyllur, nuk ka hapësirë shumë për ekuivoke në këtë punë. Nëse do të futen në aventura, të cilat nuk ju shihet fundje me pasoja të paparashikueshme politike, me një rrezik të madh. Ktu po e them le të mbetet, uroj që unë të jem gabim. Po lutem që unë të jem gabim. Me një rrezik që kompetencat e ardhshme, kompetenca në të ardhmen e trajtimit të kontesteve ndërmjet serbëve etnik të Kosovës dhe shqiptarëve, më nuk do të jetë as gjykata kushtetuese. Kjo do t'i kaloj drejt për drejt mekanizmit të arbitrazhit që është i paraparë në draft statutin për asacionin e Zajednicën, po. Në draft statutin për bashkësinë Zajednicën thuaj qysh. Ti thon me gjuhën e zotit Kurtit. Unë jam i bindur që nëse kalon kjo punë kështu, jam i bindur që edhe gjykata kushtetuese ka me zhlefsu veten që me shtru terrenin në tarmën që më kontestet e këtilla as të mos adresohen, por të adresohen drejt për drejt në Bruksel. Krijim i mekanizmave mbi shtetëror, krijimi i mekanizmave mbi juridik, ekstra juridik, ekstra legal, një lloj mbi ndërtimi që i ndodh shtetit të Kosovës, sovranitetit të Kosovës në trajtimin e mosmarrëveshjeve, Draft statuti i asociacionit cilin e pranoi Kurti, tha po nuk e çojnë, mirë, tash nuk ndëgjoj, Kurti ne po që serbët në veri ta shpallin janë asociacionin nga ndëgjoj, edhe nëse nuk e shpallin janë. Unë jam i bindur që në të ardhmen për ata është fitore politike, për ata është fitore juridike, për serbët është fitore juridike nëse në të ardhmen humbet besimi i atyre që e kanë monitoruar shtetin e Kosovës, humbet besimi që Kosova ka institucione që i adreson si duhet kërkesat e serbëve. Dhe ata nuk lejojnë, ata ta marrin këtë kompetencë. Mesazhin po jep Kosova. Nuk po respekton paktin Ahtisarit për akomodim të serbëve. Paktin Ahtisarit dhe atë me të cilën e ka fituar njohje nga shtetet e veçanta, sepse do të thotë njohja është individuale, në gjithë të themi, njohja është individuale, por njohja bëhet mbi një bazë. Do të thotë ti kur i ki dërgu letrat për njohje, i ki dërgu kriteret që je i zotuar se kimi i plotësu, do të thotë kriteret që i plotëson dhe do të jesh zotuar se do të jesh konsekuent ndaj tyre nëse e marr njohjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanie. Ti e ki nëse nëse veç rikthehemi e kemi në YouTube momentin kur ish presidenti amerikan George Bush. George Bush e kupton lajmin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës morrin vendim ta njohin pavarësinë e Kosovës. Në deklaratë është i vlerëson angazhimin dhe përkushtimin e saj për ndërtimin e një shoqërie multietnike dhe sipas standardeve të larta demokratike. Dhe nëse ne vim në atë situatë që krijojmë sinjal që ky shtet tashmë nuk po arrin t'i plotësoj si duhet këto zotime ndërkombëtare që i ka marrë. Unë jam i bindur që ata nuk do të jenë indiferent në këtë punë dhe veç tashmë e kemi modelin, pika e parë ku do të vjen duke u fuqizuar është mekanizmi i arbitrazhit, ku ai shndrohet në strukturë juridike, në instrument për t'i balancu tensionin ndërmjet në aspektin për t'i balancu tensionin ndërmjet shqiptarëve dhe komunitetit serb. Kjo është pasoja që përshën të ardhmen në gjithë që po e tham para shikuesve për shtetin, jo për individ, se në kurtin e se mund mos jetë kryeministra, mund ta zhagit pafundësisht, mirë po ne i pam bllokimet që i ka ndodhur shtetit të Kosovës për shkak të mos adresimit, mungesës progresit në drejtim të zbatimit të këtyre obligimeve, sepse e zotuta thotë rit, edhe që ta përfundoj këtë punë para se dëgjoj sepse ta thotë qartë, pasi dy palët janë pajtuar si në Bruksel, ashtu edhe në Orë. Ai është autoriteti kompetent edhe zyrtar, jo që ka thot Kurti na njohi, Serbia s'na njohi. Autoriteti ka qenë Borrelli, ka qenë autoritet suprem i cili interpreton marrëveshjen e
si të Brukselit ashtu dhe të Hurit. Dhe lojmi i parë që e kom të thënë, të dy palët publikisht, ajo është e transkriptuar dhe e futën në dokumentet zyrtare të Brukselit, të dy palët janë pajtuar që agenda e tyre integruese euroatlantike do të varet nga gatishmëria dhe vullneti për të zbatuar zotimet që i kanë marrë në këtë dokument. Do doja, ka solli po, se kam edhe pyetje shumë, dhe domethënë memoria nga një grumbull i madh i problemeve që kanë kriju politikanët dhe kjo qeveri, duke që nuk mund të reduktohen, të demarkohen vetëm me një kohë, me një orë, minutash. Do doja të ndjekim disa përshtypje të qytetarëve, ata që i kemi anketuar, që i ka anketuar kolegi Antigona, mbi pritet që kanë për të formuar institucionet, mbi ato që mund quhet mëlisje e tyre, lodhje e tyre nga një zhakitje e madhe mos krijimit të institucioneve, a do dalim përsëri në zgjedhje, të shohim këto pikpamje që kanë njerëz që i kemi anketuar, nuk do të thotë që është pikpamje e njerëzve këto, me qëllim të thënë, njerëz cilët i kemi anketuar. Ti ndjekim dhe kthehemi. Jem si kërdelit, se na duhet me dalë vetë populli, me dalë me bloku në mënyrë automatike. Kërkush nuk është i përjetshëm në pozitë. Bukur jemi të papjekun politikisht, na duhet bukur shumë të përgatitur. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në sheshin e Prishtinës dhe do t'i pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë për formimin e qeverisë dhe se a janë lodh nga kjo gjendje për formimin e qeverisë në Kosovë. A keni me dalë me votu nëse vendi prapë shkon zgjedhje? Jem shumë dilemë, thonë vërtetën, ne jem apolitik, se jemi dhe pensionera, Po. pastaj e kem detyrim qytetar që ne duhet me dalë dhe me zgjedh ato që mendoj mas mirë ti, për arsye se Po. fatkesisht shkoj rinia, shkoj puna, shkojnë pensionera, shkojnë çdo gjë, këta luftojnë vetëm për veti, por është një sigurt që çdo votues që del nuk duhet me dhon votën më këtyre deputetëve si dalin listë. Se ata janë vetëm për interesa personale që e kanë bllokuar tek këtë mënyrë. Jepja, voto, nuk i merr vota në kuvend, shkoni të dyti, i treti, i katërt ta bëjnë zgjedhjen. Jo me blloku një shtet, një popull, edhe ashtu jemi. Po ju si shihni bllokimin e kuvendit? Bllokimin E qeverisë? thjesht e shoh si tendencë e partive politike që kanë qenë pushtet edhe për blokojnë. Ti jepja mundësinë me formuar, nuk mund e formon e qeverinë, shkon e dyta, treta, ose pastaj shkojmë zgjedhje. Kjo zgjedhje nuk ka me bllokim marrë. Po dhe populli, në keqjarë duhet me thonë, jem si kërdelit, se na duhet me dalë vetë populli, me dalë me bloku në mënyrë automatike. Ama krejt kuvendin, qeverinë, gjitha gjë. Të këtë ta bojnë zgjedhjen që ka hije. A po pritni që ka mu bo qeveria ma shpejt? Po me shiqur normalisht është desht mu bo ma shpejt. Nëse shkojnë punë qysh njerëz logjikojnë normalisht, është desht. Ata që logjikojnë jo normalisht, pengojnë sikur që kanë pengu deri tani. A po presni që kanë mu bo prapë zgjedhje në Kosovë dhe nëse bo na keni me dalë me votu? Me dalë është detyrë e secilit, Po. edhe nëse vjen deri ajo, pse mes me dalë? Duhet me dalë. Është detyrë e çdo qytetarit. Po a jeni lodh prej këtyre rrethanave në Kosovë? Me rrethanave që këta kanë pengu në parlament jem lodh. Partive politike, opozitare. Prej opozitës? Që nuk është desht me pru veten në këtë pozitë, shtetin. Edhe herë njëri voton që u zgjedh Rashiqi e çon gishtin. E dy mbledhje më përpara nuk e çon gishtin, e prolongojnë pa nevojë proceset. Dhe kjo është jo pjekuria e njerëzve, e partive politike. Kërkush nuk është i përjetshëm në pozitë. Ndrojnë pozita, vjen tjetri, shkon tjetri, e jo me pengu. Kjo viç është, për çdo edhe na kanë gjithë sui generis, jem popull sui generis. E për formimin e qeverisë, çfarë po mendoni? Për formimin e qeverisë, le të fiton ai që ka më tepër mi votë. A po pritni që ka me u formu qeveria? Po me thonë vërtetën bukur probleme është, mirë po njerëzit janë sinqerisht ty e prita din,
Nuk ka më rëndësi tash cila parti do ta firmoj, Po. por ju e keni pa se ka pa reagime edhe shumë të forta edhe nga faktori ndërkombëtar, se vazhdimi i mosformimit të qeverive do të kenë shumë pasoja për neve, për krejt shtetin e Kosovës, edhe këto pasoja mund të jenë bukur të rënda për ato punë. Kosova prej shkurtit pothuajse është pa një formim të qeverisë. Çfarë mendimi keni për këtë ndodhi? Na llogarishim më tepër se këto janë vetëm lojna politike që i kanë bën për inadet ndryshme, individuale, partite ndryshme, veshin edhe prandancimet që janë më tepër për me fitua po jena politik, ndoshta edhe për me u forcua si parti politike. Por sinqerisht nëse shteti për shembull nuk i ka institucionet, nuk e ka qeverinë, nuk e ka parlamentin, do me thënë nuk ka mundësi, e keni pa tash edhe njerëzit që po vinë për shembull nga faktori ndërkombëtar për me bisedua, po kanë probleme edhe ku me i takua përfaqësuesit tonë, për arsye se ende nuk është e përcaktuar me as qeveria, tash po shifet problemi edhe i parlamentit, kështu që ne na duhet. Po nëse vendi shkon në zgjedhje prapë, a keni me dalë me votu, a jeni lodhë të votu? Pa me thënë vërtetën, bukur jemi lodhë me votua dhe pe kem shumë probleme ko me votua, sepse po shohim se ma pak njerëzit po mendojnë për qeverie, për shtetë, se sa ma të po mendojnë për partije, për vete. Edhe tash njerëzit janë shumë të prekun, sidomos kjo zgjatje, kjo stërgjatje, se kjo së zgjatje, me në vërteta shumë e damshme për neve dhe po të regojmë se deri diku bukur jemi të papjekun politikisht. Na duhet bukur shumë të pregaditur. Ishte një disponim i qytetarëve të rastishëm të anketuar në krye qytet nga kolegja Antigona. Dhe kthehemi, vijojmë këtu në studio, ka solli një pritje njerëzve që presin si do qoftë që vendit të ketë institucione për ta është e papranueshme si gjithë këta muaj pas shkurtit mos ketë Kosova institucione, shohin me shumë lojra politike të këtyre partive liderëve se sa veprime në interes të shtetit thonë se për gjithatë nuk janë të lodhur dhe ndjenë si detyrim qytetarë që të marrin pjesë në zgjedhje. Ndërkohë, zonja Osmani është deklaruar dje presidentja e Kosovës që ka thënë s'do të ngutesha të them se s'do të bëhet qeveria, partit diskutojnë dhe shpeshherë ju e merrni vesh shumë vonë. Çka fshihet pas këtij krye titulli? Mund të ndodhë që në sfond të gjithë kësaj hallakame, po them politike, të këtyre polemikat ndodhin dhe takime që mund çojnë drejt një koalicioni. Momentet e fundit. Nga titulli po. Mesazhi është shumë i qartë, unë e thash edhe në fillim, analiza ime u bazu në ato që është veprime publike të liderëve të subjekteve politike, do të patëm Kurtin, do të në kohën kur po i rrjedha fati kushtetues, ai pjesën më të mirë të kohës e ka lënë për vizita në shtetet perëndimore, pa ndërmarrë asnjë iniciativë në drejtim të fillimit të bisedave për ndonjë koalicion qeveritar. Ajo që ndodh në prapaskene, që tash nuk mund ta interpretoj, do të ishte nëse ndodh kjo. Në një kohë kur ka solli shumë pak pritje, asnjë takim, presidenti ju thotë se jo merrni vesh shumë në vonë. Shumë vonë. Dëgjoj, nëse ndodh kjo, tash mund t'i bëjmë krahasime se si krijohen koalicione qeveritare në botën perëndimore. Opinioni ka mundësi publikisht i shoh takimet ndërmjet përfaqësuesve të subjekteve politike, duke diskutuar për secilën pikë të programit qeveritar. Tash vetë që ky krahasim besoj mjafton për me e kuptu nivelin e politik bërjes në Kosovë të amoralitetit. Ne kemi i përcjellim në Austri kanë zgjatur 6 muaj negociatat. Çdo që ka qenë publike, jo vetëm mediat vendore, por edhe mediat ndërkombëtare, edhe mediat ndërkombëtare kanë raportuar për sfidat të cilat po mund t'i kalojnë për bujqësinë. Unë besoj ky krahasim që e bona, mënyrën se si ndërtohen kemi pa koalicionin në Gjermani ndërmjet CDU-s dhe SPD-s, ka qenë gjatë gjithë kohës tubimet, takimet ndërmjet të detajshme ishin diskutimet, ku kanë mosmarrëveshje mbi investimet në ushtri, në ambient. Atë shkollë politike njohim ka tholli po të trego
ç'thot për ju ky lloj titulli? Kjo nëse është e saktë, kjo thotë vazhdimi i kësaj politike skandaloze, thotë, vazhdimi të njëjtave praktike të cilët pikërisht edhe kjo zbashku me këta që sot janë skenë, janë zotuar se do ta luftojnë. Se këta do të jenë për transparencë, do të jenë për informim të publikut. Takimet natës nuk ka. Takimet natës, takimet është një lloj modeli kështu tash në tjetër kuptim ka qenë ajo, në tjetër kuptim, por rinkarnimi i Zanzibarit politik apo kupton. Nëse është e vërtetë kjo, sepse Zanzibari ka qenë përprishje të koalicioni që pat ndodhur ndërmjet PDK-s, e këtu kemi të bëjmë për mundësinë e formimit të një koalicioni, por si mentalitet është rinkarnim politik i Vjosa Osmani, nga Vjosa Osmani dhe Albin Kurti dhe ata me cilët këta qenë kanë duke biseduar, që unë s'kam informata i të njëjtës frymë politike që titulla mund të na shpihet nga aludimi. Jo, absolutisht. Aludimi se takime mund të ketë. Ose ndërmjetësit po jo në terren, po operojnë në terren për koalicion. Madje në një farë mënyrë sikur na bën edhe me faj pse ne nuk jemi aq të shkaftë ti kuptojmë prapaskenat politike që këta gjeni politik janë gjendje ti bëjnë. Mos i kuptojmë sekretet e tyre, sekretet e pallateve e tjera. Do të kjo është mediat raportojnë me fakte, mbi lajme hipotetike. Absolutisht, në pajtona, në mesazhi kësaj është shumë i qartë. Kjo transmeton një ide që diçka është duke ndodhur në tavolinë, por larg syve të publikut duke mbajtur sekret dhe që opinioni të zihet në befasi. Ka ndodhur në kalumet, kujtohet do thotë bloku është modeli i blokut momentet e fundit si ndodhi koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës me PDK-n, kështu që nëse eventualisht ripërsëritet ky model është vazhdim i të njëjtave praktika të politikë bërjes në Kosovë sipas frymës së ilegalitetit politik, sepse koalicioni ndërtohet në institucione në mënyrë legale, është mirëmbajtje e kulturës së ilegalitetit në jetën publike. Spani dje mbani shpresën. Se do të kryhet. Nuk po deni shumë gjëra çfarë po ndodhin. Çfarë po ndodhin po. Dhe është një mirëmbajtje. Unë jam i bindur që kjo ka informata për shkak të pozicionit që ka. Atë nëse është kjo, nëse del sakt kjo që ka parapo presidenti Osmani, një bilans të tillë nuk do ta konsideroja kur gjë tjetër vetëm vazhdim i frymës së qasjes së ilegalitetit politik, ku subjektet tona politike nuk po arrin të shkëputen nga kjo trashëgimi e cila ka mbetur për të vepruar në mënyrë ilegale. Nëse ndodh kjo që nuk u përmendën në emra lidersh, po aludoi në LDK-n. Në LDK-n që midis asaj dhe vendosjes mund ndodh koalicioni, a mund ta shpëtoj ky koalicion nga llogaridhënia për rezultatin në nivel vendi Lumir Abigjiko? Nëse humb Prishtinën, nëse humb fush Kosovën. Ndërsa ky siç duket Biliqin. Ky siç duket po tjetër ka qenë ai koalicion, ky siç duket po don sepse ka ndodhur në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo ka ndodhur në vitin 2014 kur Isa Mustafa një vit më herët e kishte humbur Prishtinën dhe po ashtu i humbi zgjedhjet nacionale. Dhe për ta shmangur përgjegjësinë e brendshme politike, do thotë i hyri atyre aventurave, atyre loje fillimisht me Vllanin dhe më pastaj me lidhjen me Partinë Demokratike të Kosovës që nga pretendimi që duke siguruar pushtet atëherë mund t'i qetësoj zërat e ndryshëm kritik nëpërmjet shpërndarjes së posteve dhe privilegje. Ky është leksioni i fortë. Nëse ndodh kjo, atëherë është vetëm vazhdimi i kësaj fryme që të mos fitohen, që humbja e betejave elektorale dhe politike të tentohet të kompensohet nëpërmjet shpërndarjes së posteve, nëpërmjet shpërndarjes dhe rahatimit të klientelës politike dhe marginalizimit të pakrasive që mund të lindin. Unë nuk e di atë ndodh, por në një skenar eventual kjo është modeli i veprimit politik. Mirë po të mos harrojmë që Lumir Abigjiko bën koalicion me Albin Kurtin, Isa Mustafa kishte bërë koalicion me Hashim Thaçin që mundësit për manovrimi ka pas më të mëdha, me Albin Kurtin nuk besoj do ta ketë edhe shumë më vështirë, nuk do të ketë shpëtim politik. Lumir Abigjiko mund të ketë vonim, por nuk do të ketë shpëtim politik edhe nëse bën një koalicion të mundshëm me shpëtim nga kush? Shpëtim nga rënja e Lidhjes Demokratike e Kosovës. Nuk e shpëton e tij apo e LDK-s? Edhe LDK-s edhe ti, po rënja e LDK-s atëherë është edhe rënja e tij politike. Nuk besoj që do të mund ta tekaloj. Po fushat ardhmë të LDK-s me zotin Abigjiko. Bilancin Prishtinë do ta diktoj mos madhe me një fitore në Prishtinë, ai do të tentoj ta mirëmbaj këtë konjunkturë. Me një pasojë, me një humbje në Prishtinë, ai mund ta kërkoj shpëtimin duke u streuar në krahët e Albin Kurtit. Do të përkohësisht, por jo
që të shndrohet në alternativë politike, jo që të ketë ardhme afat gjatë politike. Po, te PDK e Memli Krasniqit, fitore Andrenas në bastion e PDK-s duket që ka goditur fort në zemër udhëheqjen e kësaj partie. Po PDK-ja tash rrit ndodhet ndërmjet Pas balotazhit, shihni llogaridhënien vendosur nga strukturat PDK-s për udhëheqjen e kësaj partie. Tash ka disa zëra që po dalin në publik. Në Partinë Demokratike të Kosovës, disa eksponent tradicional të këtij subjekti politik si Najt Hasani, Xhavet Aliti e tjerë, nuk di sa është masa e tyre, kanë kërkuar dorëheqje të liderit të PDK-s dhe po ashtu llogaridhënie për atë gabim politik që e kanë bërë. Po dhe në të njëjtën kohë tash në PDK rrit ka shpërthyer një debat, besoj që në mos madhe kjo do ta kristalizoj të ardhmen e këtij subjekti politik. Prej momentit kur, edhe paraprakisht, po prej momentit kur Ramiz Ladrovci i fitoi zgjedhjet, ai po insiston që është antar i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë kryesia e këtij subjekti politik po insiston që ai tashmë e ka kriju shtëpinë e tij politike dhe nuk ka vend në këtë subjekt politik. Do të janë këto dy qasje, do të thotë. Ladrovci që jam PDK dhe Memli me kompaninë e tij që i thonë jo, tashmë ti je divorcuar me shtëpinë tradicionale politike. Madje arsyet jo e ke qenë edhe në aleancë, këto janë çesharake, sepse me çdo të ishte ky kriter, do të thotë atëre pse Me çfarë standarde qeverisë zoti Krasniqi? Me çfarë, po në kryesi e kanë njeriu i cili ka qenë shprehet, domethënë me një lloj entuziazmi kur ndëgjon Agim Bahtirin duke propozuar fabrikë purdhave. Ta kanë sot në kryesi, e kanë këtë shokun e tyre, këtë Bernard Mikajn. Sa i ka qenë në AKR. Pse Ramiz Ladrovci qenë ka pengesë që ka qenë në aleancë për Armërinë e Kosovës, e nuk qenë ka pengesë Bernard Mikaj që duar troket Agim Bahtirit kur jep propozime fantome. Bjen poshtë ky. Edhe ky pretendimi i tyre që e kanë pasur kundër Ramiz Ladrovci. A kërsnot me Krasniqi nga për ta përfunduar edhe emra të rëndësishëm, po ashtu që disa herë i fitojnë komuna pa balotar si Agim Aliu, kanë deklaruar që Ramiz Ladrovci është një aset i rëndësishëm i Partisë Demokratike. Me shumë peshë fjala Agim Aliut apo kjo është dilema me cilën do të përballet PDK-ja. A janë më të rëndësishëm ata që fitojnë në aspektin elektoral, që e mirëmbajnë makinën e Partisë Demokratike të Kosovës, apo një kryesi e cila është ilegale, se kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës është ilegale aktualisht. Nga se që 6 vjet nuk e mbajtur zgjedhjet e brendshme. Kjo është një kryesi e cila është emëruar nga Memli Krasniqi, që po ashtu i ka marrë vota si kryetar nga disa struktura të cilat nuk kanë legjitimitet dhe legalitet për ta votuar. Në nivel degësh. Në ka degë që 7 vjet nuk kanë mbajtur zgjedhjet më. Në kundërshtim, kryetari ilegal për çum. Po kryetari ilegal është, absolutisht kryetari ilegal. A dëgjoj Shtikor Albin Kurti me qeverisë Kosovën edhe 4 vjet me mandat të kuvendit ai mbas edhe mund ta bëj kështu me këtë opozitë çfarë e ka. Mënyra qysh Memli Krasniqi është kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës është e njëjtë sikur Albin Kurti që po ta qeveriste Kosovën edhe 4 vjet me mandatin e kuvendit kaluar. Pse pse nuk ka nevojë të jesh jurist për disa çështje logjike, pse figuron në statut që duhet marrë 4 vjet zgjedhje? Pse duhet të ekzistojë kjo normë? Atëherë të suspendohet kjo normë, le të mirë ta e kryesi. Është nga shkarkimi Memli Krasniqi apo nga një kuvend shpejt që këshilli drejtues mund ta ftoi. Jo, ky subjekt politik detyrë ka që t'i hap zgjedhjet në të gjitha hallkat e saj, që dalin struktura legale dhe legjitime. Dhe ato struktura legale dhe legjitime le ta zgjedhin më pastaj liderin e Partisë Demokratike të Kosovës. Si përfundim për zotin Krasniqi kryetarin e PDK-s? Si përfundim, ai sot administron një parti, ka marrë vendime që janë zgjedhjet. Dëgjoj si menaxher, po zgjedhjet për shkak të figurave tradicionale që i ka PDK-ja ka pasur sukses në disa komuna. Zgjedhjet në Mitrovici ka fituar Arjan Tahiri me Betri Hamzën. Ne e pam edhe në Trenas do t'i fiton të PDK-ja zgjedhjet sikur të mos ishte përjashtu Lomir Abdi. Ramiz Ladrovci. Në Skenderaj i ka fituar Samir Shtaku zgjedhjet, nuk i ka fituar Memli Krasniqi. Nëse sheti i gjithë kuadri, vendimet e mia apo to i gjithë kuadri, i cili është i trashëguar në Partinë Demokratike të Kosovës, ka pasur sukses elektoral. Ndërkohë merri dhe analizoj. Emrova unë po thot. Kret ata që janë të emëruar nga kjo kryesi kanë mësuar fiasko elektorale.
E kemi përmend rastin e Rahovecit, e kemi përmend rastin e Drenasit, e kemi përmend rastin e Drenasit, dhe të nominuarit e kësaj kryesie kanë pësuar fiasko elektorale. Dështuan të. KQZ e thot ashtu. Dhënat e KQZ-s, jo, nuk e thënë. Dhënat e KQZ-s kanë tregu dhe kemi dështim të jashtëzakonshëm me të emëruar nga kuadri i që është emëruar nga kjo strukturë e Partisë Demokratike të Kosovës. Drenas, që ishte një bastion, Drenasi, kur askush mas në Kosovë nuk ishte me Partinë Demokratike të Kosovës, Drenasi dhe Skenderaj ishtin komunat më besnike të saj. Nominalisht, Partia Demokratike e Kosovës sot e ka humbë gjysën e Drenicës. Nominalisht. Në KQZ që po i referohemi, në KQZ sot PDK-ja e qeverisë vetëm Skenderajn dhe më me pak vota se sa Ramiz Vazlovsi që ka marrë në Drenas. Kjo është një gabim i jashtëzakonshëm politik, ndërthana unë kam thënë edhe atë ditë. Termete politike po pritnin si në PDK, si në LDK. E kam thënë edhe atë ditë posa përfunduan zgjedhjet, konferenca e parë që do duhet ta jepte Memri Krasniqi do të ishte që marr përgjegjësi politike, kam menduar që po bëj mirë, por kam gabuar dhe i kërkoj falje fillimisht elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ekskluzivisht më pastaj elektoratit të Drenasit për këtë çështje që kemi menduar që vetëm llogoja e PDK-s fiton në Drenas, por nuk e pas kemi kuptuar që elektorati i Partisë Demokratike në Drenas duron shumë shka, po jo imponimin, që t'i emërohet një kryetar kukull nga ta qeverisë Drenasin nga kafeteritë e Prishtinës. Dhe fjalia fundit? Si do duhet ta thonte Krasniqi? Ta thonte që nga sot më nuk jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i shpallin zgjedhjet e brendshme e ngarkon trupin administrative të partisë për të shpallur zgjedhjet e brendshme dhe zgjedhjet e brendshme do të tekstin e Dërheqës ja përgatite. Ky do duhet ishte teksti i Dërheqës. Kemi menduar që mund ta qeverisim Drenasin nga kafeteritë e Prishtinës, por nuk e pas kemi nënvlerësuar, neglizhuar elektoratin e Drenasit që qenë ka më emancipuar politikisht se ne dhe nuk toleron imponime dhe diktate politike, nga se ka vullnet politik, nga se Drenica ka qenë gjendje të ngrihet kundër çdo poshtuesi ti toleroj qeverisjen me diktate nga nëntoka e Prishtinës. Ka solli do doja shumë diskutoni për zgjedhjen e Maqedonisë, një proces tepër i rëndësishëm, por do doja ta fokusojmë nesër këtë analizën për shkak të rëndësisë që kanë këto zgjedhje, sepse aty janë 30% shqiptar, kam shtet formues, realisht është zoti Ahmeti me ish miq të tij në garë. Sensitive shkurt për zgjedhjen e Maqedonisë para se të diskutojmë nesër këtë. Dhe nga këto rezultate rritë edhe unë kam qenë i befasuar. Siç duket nuk kam pas informata të sakta sa i përket dinamikave politike në Maqedoni. Ali Ahmeti mund të justifikohet e mund të gjej arsyetime realisht të dhënat që kam pasur rastin të lexoj tash të Komisionit Qendror Zgjedhor atje janë jo të mira për liderin e BDI-s, mbase jetëgjatësia e tij politike në pushtet, gabimet, përçarjet e brendshme janë shumë faktor, por unë e di një gjë nga analizat që kam lexuar që Partia Maqedonase në mas të madhe ka fituar vota me dy kauza të mëdha populiste. E para që shqiptarët në kohën e qeverisjes së BDI-s dhe LSDM-s kanë marrë më tepër pushtet se sa ju takon. Prandaj kjo vjen në pushtet për t'i korrigjuar këto gabime dhe po ashtu për rastin e Bullgarisë mos ndryshimit kushtetues. Dhe çka ndodhi? Shqiptarët e Maqedonisë votuan për atë koalicion në masë më të madhe, i cili është në bashkëqeverisje me VMRO-n që ka arritur ta mobilizojë elektoratin maqedonas kryesisht me pretendimin se do t'i deposhtetizoj shqiptarët nga pushteti i padrejt që e kanë përfituar në kohën e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s. Ky është një paradoks i cili kërkon një interpretim një analizë se ç'ndodhi në atë. Ka solli të falenderoj, nesër do të diskutojmë gjatë mbi këtë temë si kundër dhe për çështjen e samitit të procesit Berlinit që mbajt në Londër, ku tema diskutimi ishin bashkëpunimi rajonal, ajër energjetik, ndërtimi i urave më të qëndrueshme të bashkëpunimit, qoftë në aspektin energjetik, pjesëmarrjen e Kosovës në kombet e bashkuara në
kuadër të raportimit rregullt 3 mëjor që edhe Antoni Guterres atje ishte edhe ministrja e detyre punëve të jashtme të diasporës. Zonja Donika Gërvalla, do të diskutojmë. Po them Mirë nesër. që paka shumë i ke projektu këtë temë, po nuk dihet deri nesër çfarë dinamika politike lokale na ndodhen këto. Edhe nga kjo perspektivë se si shihet Kosova nga jashtë do ta diskutojmë gjithsesi. Faleminderit. Ishte kënaqësi e ret. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.